Thellohet edhe më tej skandali pas arrestimeve në Universitetin e Shkodrës. Pas ditën e kësaj të mërkure, një tjetër person është vënë në pranga. Bëhet fjalë për shefin e shërbimit të kardiologjisë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, Edi Smajlaj, i cili akuzohet se hapi një kartel në mënyrë fiktive për pedagogun e arrestuar të hënën Simon Lufi, nën akuzën e mitmarrjes. Burime nga policia e Shkodrës bëjnë me dije se Lufi është dërguar në shërbimin e urgjencës rreth orës 17 të së martës, një ditë pas arrestimit, me dhimbje në pjesën e brinjve. Disa orë më pas, në 22:30, shefi i shërbimit të kardiologjisë, Smajlaj, edhe pse nuk ishte në shërbim, ka hapur një kartel për shtrimin e Lufit në këtë repart, me pretendimin se kishte probleme me zemrën. Kjo parregullsi u konstatua edhe nga prokuroria e mjek të tjerë, me dyshimet se shtrimi në spital nuk ishte bërë në bazë të rregullave. Pas kësaj, u mblodh një grup me mjek specialist për diskutim të procedurave, çka pasoi arrestimin e Smajlajt. Dyshohet se shtrimi në mënyrë fiktive i pedagogut Simon Lufi, i cili vijon të qëndrojë në repartin e kardiologjisë, është bërë për të lehtësuar masën e sigurisë ndaj tij e për të shmangur qëndrimin në dhomat e paraburgimit.